Presidenti Amerikan Donald Trump përmes një deklarate nga Shtëpia e Bardhë njoftoi se Shtetet e Bashkuara mund të tërhiqen shpejt nga Irani, duke theksuar se operacioni ushtarak aktual pritet të përfundojë brenda 2 ose 3 javësh. Ai u shpreh se objektivat kryesore të vendosura para nisjes së sulmeve ajrore janë arritur me sukses, duke përfshirë kufizimin e kapaciteteve bërthamore të Teheranit dhe forcimin e pozicionit strategjik të SBA-ve në rajon. Trump siguroi se Shtetet e Bashkuara mbajnë dominim të plotë në hapësirën ajrore iraniane, ndërsa zhvillimet e fundit kanë ndryshime në udhëheqjen e vendit, ku figurat e reja cilësohen më pak radikale dhe më racionale. Presidenti shtoi se largimi i SBA-ve nuk varet domosdoshmërisht nga një marrëveshje e re, duke argumentuar se garancia më e rëndësishme është që Irani nuk mund të zhvillojë më armë bërthamore. Megjithatë, Trump nënvizdoi gatishmërinë e Iranit për negociata, duke sugjeruar mundësinë e një dialogu që sjell fundin e konfliktit. Ai gjithashtu preku aspektin ekonomik të situatës, duke deklaruar se çmimet e karburantit pritet të bien pas përfundimit të operacioneve ushtarake, duke lehtësuar presionin mbi tregjet globale. Analistët e sigurisë dhe ekonomisë vlerësojnë se këto zhvillime mund të ndryshojnë balancën e fuqive në lindjen e mesme dhe të kenë ndikim të drejtpërdrejtë në tregtinë ndërkombëtare dhe stabilitetin e çmimeve të energjisë.